dokument zyrtar dhe me vull dhe me firmë nga gjykata e Janinës së Greqisë. Irena Gjoka, gjyqtare në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, rezulton e dënuar në Greqi për falsifikim vize, dënim të cilin nuk e ka deklaruar në formularin e dekriminalizimit. Ky është përfundimi i procesit të verifikimit të kryer nga Prokuroria e Përgjithshme, që konfirmoi si autentik një dokument të publikuar për herë të parë nga Sali Berisha, sipas të cilit gjyqtarja e cila ka mbajtur më parë edhe mbiemrat Shpata dhe Maneku, është dënuar me 3 muaj burg dhe gjob. Me burgim 3 muaj dhe gjob 1.500 euro. Bazuar në këtë denoncim publik, sektori i dekriminalizimit në Prokurorinë e Përgjithshme nisi një hetim të thelluar që ushtri brenda e jashtë vendit, nga i cili sipas njoftimit zyrtar, rezultoi se gjyqtarja Irena Gjoka është dënuar nga drejtësia greke, por se vendimi nuk është ekzekutuar. Në një reagim për birën, në vitin 2025, gjyqtarja Irena Gjoka mohoi të jetë dënuar nga drejtësia greke, ndërsa sipas raportimit përsolli edhe dokumente nga autoritetet gjyqësore greke të Athinës, ku shkruhet se nuk rezultojnë të dhëna për ndonjë proces penal ndaj saj. Tashmë do të jetë Këshilli i Lartë Gjyqësor ai që do të vendosë nëse Irena Gjoka është apo jo në kushtet e ndalimit të ushtrimit të profesionit si gjyqtare, sipas parashikimit të ligjit për dekriminalizimin. Prokuroria e Përgjithshme thotë se i ka kaluar qeverisë së gjyqësorit edhe vendimin autentik të dënimit të gjyqtares Gjoka, bashkë me të edhe vendimin e autoriteteve greke për arkivimin e dënimit për shkak të mos ekzekutimit. Prokuroria e posaçme SPAK ndërkohë konfirmoi se është duke vijuar një hetim për këtë çështje të nisur pa emër, por se nuk mund të ndajë rezultatet e tij, pasi veprimet hetimore që kryen në fazën e hetimit paraprak përbën sekret hetimor. Irena Gjoka në cilësinë e gjyqtares në gjykatën e posaçme ka gjykuar çështjen në ngarkim të ish-kryeministrit Sali Berisha, ish-presidentit Ilir Meta dhe zyrtarëve e personazheve të krimit të organizuar në vend.